Përshëndetje zoti Edvin, si jeni? Përshëndetje sërish, kolegu Gjergji. Kemi nisur ditën pak me nervë sot. Mirë se pjesë e ritualit të përditshëm njerëzor. Ndodhemi këtu në rooftop. Jemi në rooftop, jemi me Alban. Si çdo javë me Albanën, me Rubinin. Përshëndetje. Me shumë kënaqësi që ju kemi këtu. Për herë të parë, po shpresojmë. Faleminderit. Jo për herë të fundit. Tani për ata qindra mijë shikues kemi sërish që na ndjekin neve. Albana Beko është gazetare sportive, mund të themi që është gazetare sportive gjithmonë apo jo Albana? Po, patjetër. Pavarësisht pauzave. Pavarësisht pauzave. Ngelet. Por prekosh edhe në inkorporuar në biznesin e realistikut apo jo? Po. Kompani tënde personale? Po, një kompani time në partneritet me shoqen time të ngushtë, që u kthye edhe një partner e biznesi. Okej. Është një fushë që nuk ka limite. Ndryshe nga sporti që ka një tavan t'ulët në Shqipëri, kjo është tjetër gjë. Albana ka nisë fillimisht digital, për pak kohë, për një periudhë të shkurtër. Internship. Pastaj shkretore news, pastaj riktheve në digital dhe një provojë të vëshë që ishte so. Mund të them, sa i takon asaj çfarë ne bëm si content, ishte përvojë e këndshme, pastaj prava skena gjithmonë kanë vend për kritika. Okej. Rubini është miku im i vjetër, kemi qenë në shkollë bashkë nga klasa parë deri në klasë 8, por dhe një pjesë në gjimnaz. Kemi kaluar shumë mirë, atëherë ka qenë një periudhë që ne e donim shumë futbollin apo edhe sportin. Shumë e vërtet, unë kam kënaqësi të veçantë jemi bashkë. Po. Sepse kemi qenë me një klasë që në klasë parë, imagjino, fëmijë të vegjël dhe jemi rrit bashkë. E kuptove që s'ja vlente më, prandaj e kalova te kutë. Jo, ne kemi qenë prapë nuk kemi qenë në një klasë, por paralel. Një mund ndarte, një kap. Po, kështu që rrugtimi ka qenë i përbashkët në fakt. Jo se mendova okulist prapë të ndërpresë dhe shikon më mirë këto gjëra, prandaj. Mirë, patjetër që kam në pacientin tim, është pastaj çështje tjetër. Është krajësia në pjesa profesionale. Por sinqerisht është kënaqësi se domthon me një mik shumë të vjetër që nuk po ta marr lojën fare të vik, kështu që po s'u lë. Duhet ta pranojmë që është gjë e veçantë, edhe për mua kjo intervistë është e veçantë me gjë. Faleminderit. Falenderoj shumë edhe gjithmonë ka bashku pasioni për sportin. Po mund ta themi ti e gazetas po e themi, s'ka ne sekret. Çan tifoz Tiranë. Edhe pasioni për Tiranë. Ti gjithmonë botërisht më. Po, dhe pasioni për Tiranë. Bashkë kemi shkel stadiumet. Kemi shkel Selman Sermasin e vjetër. Qemal Stafën e vjetër. Te D2-ja te Kashia, te tribuna historikisht po. Patjetër. Tani një korrigjim, nuk do doja ta konsideronim si intervistë, është thjesht një bisedë e lirë, ku do ta vësh deri vet, Gjergji vet do pyesë, vet do përgjigje. Shpreha gabim. Vet do i thotë të gjithë. Ngelemi spektatorë. Një bisedë apo një kafe kështu miqësore. Me shumë kënaqësi do dëgjojmë. Gjergji do ta bëjë edhe te emisionet e tjerëve e bën këtë, jo më te i veti që. Ja po kishte emisione fini se shihni. Po jo më çak do fjalë. Tani, Rubini përveç se është ai që është, respekt për atë që ka bërë, është djali i flamur topit. Po. Një personazh shumë i rëndësishëm shumë i dashur për të gjithë. Pavarësisht se unë gjysmat, mos më shumë se gjysmat nuk i kuptoja, po prap njëri i dashur ka mbetur për fëmijërinë tonë, për rritjen tonë gjatë kësaj kohe, sepse tema e emisioneve kur ne ishim të vegjël, nuk është se ne vrisnim shumë mendjen për të dëgjuar me vëmendje. Po toni zërit, mënyra se si është ikon. Shiko, është ajo shprehja famshme, nuk ka fat më të madh vjet sepse prindi nuk i zgjat dot. Kështu që është bekim i madh, domethënë, është privilegj i madh dhe ne jemi shumë krenar për prindit. Po dhe ai të ka qenë për ty me sa patjetër, por domethënë paktën unë shpreh nga ana ime dhe jam gjithashtu shumë i lumtur, ne po bisedonim pak më parë, që këtë traditë që është një ndër emisionet për rekord Guinness në 19 vjet në botë, që vazhdon sot e kësaj dite. Po. Edhe madje çfarë vite ka filluar? Unë jam i sigurt që ajo certifikata e Guinness është çështje kohe. Për të certifikuar. Sepse i kemi bërë ato para përgatitjes dhe jam shumë i lumtur që e vazhdon vllai këtë traditë. Iliri. Iliri është mjek, ka vazhduar traditën familjare dhe tash i vazhdon edhe emisionin. Shpresojmë që ta ngrej akoma dhe më lart. Faleminderit. Çfarë viti ka filluar trupi dhe shëndeti? Shiko, trupi dhe shëndeti sot që po flasim është 64 vjeç. 64 vjeç. Pati një farë ndërprerje? Derisa u rikthyeni? Pati një ndërprerje shumë të shkurtër për disa arsye absurde që
Okej, por burokratike. Ndodhin në Shqipëri, fenomene shqiptare, shumë shkurt. Pra, emisionin më të vjetër, një ndër më të vjetër në historinë e televizionit, jo vetëm në Shqipëri, e kaluan në një farë mënyrë si ai ekipi që hidhet në kategorinë e dytë. E morë vesh. Deshën ta kalonin tek RTS-2-shi, për arsye që ne nuk i dim, për qoka personale, ka shi dikuj tjetër, nuk e dim atë. Dhe çfarë ndodh, babi natyrisht e refuzoi. Dhe ndodhi një ndërprerje, e cila u korrigjua pasaj mas një periudhe, një vit e pak, por që një diçka e shumtuar, nuk duhet ndodhte në fakt, po e prishim ne shqiptarët e prishim. Fenomene që ndodhin në Shqipëri, nuk kemi, por që fatmirësisht u korrigjua në kohë, mund të themi, jo, nuk zgjati shumë ajo gjëja dhe tash mendoj që gjërat janë aty ku duhet të jenë. Po edhe vllai ka dhënë një dimension pak më ndryshe për vërtetës. Po, patjetër brezëri, ai ka disa të përbashkëta me babin në sensin e kësaj që ka talentin për të shkruar. Ai ka botuar disa libra. I ka ngjarë në disa aspekte në këto talente që ka për krijimtari dhe mendoj që kjo i shërben edhe për t'i dhënë një frymë të re emisionit. Dhe ja përshtat edhe me kohën natyrisht. Ndërkohë kështu, në një pinjoll për gjeneratën 3, keni bë gati apo? Një pinjoll për gjeneratën 3. Dgjoj, vajza e vllajt Fladja është pa egzagjerim mund të jetë një ndër fëmijët më të famshëm në Shqipëri. Po, Fladja Top. Kështu që nuk e di nëse ajo do ketë dëshirën do jemi shumë të lumtur që të vazhdoj traditën. Edhe ne do jemi të lumtur. Pse jo? Një pyetje për të dy, pastaj është radha për Edvinin, se Edvini përgjithësisht merret me gjëra më serioze, unë merrem me gjëra pak më të thjeshta. Hera parë në stadium. Faleminderit kolegë. Hera parë Albana, do kujtimet e para në stadium. Kujtimet e para. Dhe tifo për. Ti ke qenë në Holland për ca kohë? Po, kam lindur atje, po nuk kam kujtime në stadium atje se kam marrë dorë vogël. Po Qemal Stafa ka qenë hera parë. Ka qenë ndeshje Shqipëri-Zvicër, po, se më kujtohet që... 2013. Po, më kujtohet që kam qëndruar gjatë që të bëja një foto me granitin. Me granit gjatë? Po. Okej. Robin? Shiko, datojnë shumë herët. Datojnë shumë herët, sepse më kam pas marrë, mos them në një moshë shumë vogël. 4 vjeç, 5 vjeç, po. Besoj edhe më i vogël. Po, ajo që mban mend ti, ndeshje që mban mend ti. Babai, 2 xhajat, mentori Ahmet Pas Tuketon, është ndarë herë nga jeta. 3 vëllezër nga ana babit. Pra ish president i Bamiri dhe mentori dhe i madh. Dhe kanë qenë shumë tifoz. Po, Bamiri u bë dhe president për këtë. Patjetër, ka qenë po. Kur ishin donatorët. Dhe më kanë marrë shumë herë, shumë herë. Ndeshjet që mban mend kur ishte vënë ndeshjet të bukura. Është veçori, po do thosh si ka mundësi që e mban mend, se ka qenë shumë i vogël. 17 nëntori apo Tirana. Okej, 17 nëntori ishte emri i vendosur në kohën e komunizmit. Bayern. Bayern. Po, s'ka qenë 89, s'ka qenë aq e vogël, 7 vjeç ka qenë. E kam 0-3. Shumë të qartë memorje, po. Atje ka dalë 3-1, ka bërë një super gol Benfica, pra me pas. Rada jote kolegë. Futemi në tem. Është sporti vetëm një pasion, është temë e diskutimit dhe unë do doja të dëgjoja pa rrallë, kush të doj, si nga Albana dhe Rubini, që pavarësisht se nuk e kanë sportin si profesion, e kanë ruajtur pasionin për të që në fëmijëri, apo kush është lidhja që kanë ndodhur kjo gjë? Tani varet gjithmonë nga konteksti. Sporti shumë mirë mund të monetizohet. Në Shqipëri jo gjithmonë, jo në gjitha rrethanat. Mua më ka ndodhur që po, e kam monetizuar për paktën 8 vite, unë kam punuar vetëm në këtë fushë, kështu që kthehet patjetër edhe në një punë të mirë paguar, por varet pastaj edhe nga standardi i jetesës që ke dhe pretendimet që ke për të ardhmen. Relativizimi çdo gjë. Po. Është më e vështirë të monetizohet në Shqipëri se në shumë vende të Europës. Megjithatë, pasioni është aq i madh sa të bën të harxoj sa vite të mira të jetës. Dhe Gjergji e di edhe më mirë se unë këtë gjë. Për hir të këtij pasioni.
Unë mund të them që ka nisur si hobi ndoshta edhe më herët se sa kam shkelur stadiumin, sepse kam pasur atë prezencën e dajave, mbaj mend një lloj impulsiviteti në shtëpi, më kujtohet në 2006 ka qenë ajo ndeshje e famshme me Italinë dhe Gjermaninë, që humbi Gjermania në gjysmëfinale dhe dhe neve ka bërë me dorë të vinit, mendoj që më morësh. Ka parë të ndeshje te Galeria Kolis. 2-0 shtesë? Unë nuk mbaj mend. Nuk mbaj mend vlerat dhe shifrat, por e kam parë. Shumë çefsh aty te Galeria. Shumë ndodh atëherë. Unë mbaj mend që deshna shiu derën ndaja nga nervat si që me Gjermaninë dhe ka qenë një lloj pasioni i hershëm për futbollin në familjen tonë, me cilin unë e kam parë, jam rritur, deri diku dhe traumatik, se ishin këto momentet e humbjes që bëheshin shumë dramatike në shtëpi. Dhe pastaj ka nisur në adoleshencë, unë kam qenë 2012, ka qenë periudha ime adoleshencës, ku unë kam nisur të frekuentoj stadiumet. Real Madrid ka qenë skuadra ime e preferuar. Gjithmonë dhuratat e mia në atë kohë lidheshin me futbollin. Edhe kur erdhi momenti i 18 vjetorit tim, unë zgjodha që bëj një udhëtim. Madrid edhe? Po Madrid. Madrid. Ka qenë një ndeshje çerek finale, mos gaboj Schalke, Real Madrid Schalke, në kohën e Jose Mourinhos. Kështu që u kthye në një pasion shumë bukur ku unë investoja vazhdimisht derisa fillova të pretendoj që ta kthej në një punë. E mban mend atë momentin e parë kur u fute në profesion? Po, e mbaj mend. E mbaj mend unë. Momentin e parë të mbanës. Mbaj mend takimin e parë me Shakon. Edhe Shakon në fakt jemi takuar te një lokal që si erdhi rastisht, të kërkove ti, të kërkuan. Erdhi deri diku shumë spontanisht, shumë rastisht, njerëz të njohur të përbashkët, më thanë që Shako po kërkonte një vajzë në atë kohë për disa lidhje live për një emision në Barskedina, edhe e takoj, që në momentin e para i më thaj që ti tha si ajo goca që ekselente, që ka dalë me 10, mund duhet një që del me 6, që shmë e shkathët, se ti e shumë gocë e mirë për këtë punë, për terenin. Si këta që kur ta nuk bën për të punë shumë Jo, kishte overqualified. Jo, kishte një fakt të drejtë. Po, besoj që po, e ka pasur sepse unë kam qenë një natyrë për karakterin profesional të Albanës, Tarrini është si Dorita për shembull e bënte perfekt, me Dorita ke qenë në një klasë apo? Po, ne kemi qenë në një klasë edhe në një bank për Luxhako, po. Dhe atë udhëtimin e kemi bërë bashkë në Madrid. Po, dhe çfarë ndodhi me Shakon? Dhe çfarë ndodhi që tregu nuk ofronte goca kaq shkatha sa që donte Shako dhe u detyrua. U detyrua të më jepte një mundësi, me shumë dashamirësi, në fakt më dhani një mundësi dhe unë kërkova një mundësi për të mësuar. Nuk erdha me pretendime, ndodh shpesh në këtë fushën e sporti që vajzat vinë me disa pretendime gati delirante në fillim për të marrë emisione, po, ndërkohë që nuk kanë krijuar një lloj backgroundi. Unë nuk e kisha këtë, isha më modeste, thash mjafton të më lini të mësoj këtu edhe jam e lumtur. Dhe ma dha këtë mundësi, mësova në kanalin e të lajmeve për 6 muaj dhe pastaj po ashtu ka qenë iniciator Shako për atë casting që u bë tek Ora, po kërkoi. E çuam muazim. Po, literally, e çuam muazim te Ora për ta rikthyer më vonë. Ai më sugjeroi, unë fitova casting dhe kështu pastaj shkoi. Dhe kur pastaj Egi u bë drejtor, u riktheve në digital. Unë nuk harroj, ditën e parë që Albana ka ardhur, ne kishim atë redaksin, po çfarë dielën kena pas shumë punë, emisione para mbrapa. Dhe tani, thot Shako mu, thot, ka ardhë një kocere, thot, do t'jap një gjë për, si me thonë, për... Dimoje. Jo, hidhi një syje, ke pasë fillove ti thashe për ditë në zilë nga një këto, për cakon asisht edhe njërë që nuk dishin shqipare. Edhe, Shako jep, se s'gjen një material, po, imagjino, materiali fliste për një skandal që kishte bërë presidenti i Parisit, digjën, presidenti i Parisit kishte bërë një skandal me drejtë televizive, kishte bërë një kompani të vetëm, si me thënë, ja shiste vetës vetë. Shiste vetës vetë. Kjo gjëja në frëngjisht anglisht edhe me tribunale franceze, dhe e jep gocës për ta ky thashë plak, me bo kjo këtë lajmë të maru 4 fakulteta, e mirë ti.
Burro, po që, hiqe. Po pastaj kalu mirë, dhe kur u kthye kena kalu shumë mirë. Kur më kujtohet, me qenë se dole këtu, fillim, kur bëja një pyetje unë, aty të zyra, edhe gjyqi nga që ishte në atë botën e vetë, dhe tentoja të bise për një gjë, më të që, po qësh kjo? Google-oja aty, Google. Jo, tha jerë, qori luar scenari me Chelsea. S'puno internetit i lari dhe shanet, kompjuter që Bezdisësh. i qik po. Rubin, pse nuk... Ta thonë dhe Rubini? Po, pra të dhe... Çfarë mban gjallë të gjithë këtë zjarrin për sportin? Shiko, se profesion për ty nuk është, pra natyrisht, pak, po. Patjetër. Tani gjithçka fillon së pari mendoj nga tradita familjare. Neve me gjithë familja, i gjithë fisi, mos them e gjithë lagja, ku ne jemi lind jemi rrit, mos them edhe më lart se i gjithë lagja, një pjesë e mirë e qytetit. E tjetër, për domethënë, është ky pasioni dhe tifozliku për ekipin e zemrës, për ekipin e qytetit. Në rast, unë jam tifoz i Shpërndit Tiranës. Historikisht gjithë ato që numërova, dhe logjikisht ajo të futet në DNA. Po nuk ekziston ajo shpreha e famshme që më kollaj ndrohet feja se sa në thojsa. Gruaja është për korrekt. Pra, domethënë të pasioni për ekipin e zemrës dhe rrjedhimisht duke ndjekur ekipin e zemrës, pasoni për futbollin, pasoni për kombëtarin, pa diskutim, të kthehet të futet në DNA ajo. Edhe është e pamundur që ta heqësh nga vetja jote. Tani, ndoshta do kemi rast flasim pas bisedimit, por vazhdo. Tashi, me thënë drejtën, jo nga forma e dobët që Tirana ka këtë vit, po në përgjithësi këto vitet e fundit unë duhet ta pranoj që jam shkëputur çik nga shkallat e stadiumit. Sepse ky është një diskutim pak më i gjerë, nuk ka të bëjë vetëm me ekipin tim. Formula që përdoret, sikur njerëzit e larguar përgjithësi nga stadiumi, unë jam një nga ata, po është e përgjithshme. Numri ndeshjeve që shem vit është më i vogël. Patjetër. Nuk do të ishte çështje moshe se nuk kemi. Jo, nuk ka lidhje me moshën. Vërtet është. Tashi, okay. Shiko. Unë kam pas 10 mapa dhe në përreth, unë flasim për nivel jo thjesht kështu ultrasi. Nivel si këto tifozët që i duket sikur shkojnë në stadium janë sikur në librari. Pra, por kam pasur në përreth, në për transferta. Mos pati për të ngrënë, nuk e. Por, me thënë drejtën, në përgjithësi ka një rënje në cilësinë e futbollit shqiptar. Kjo është një fatkeqësi e madhe. Po, është e vërtet ne kemi. Unë jam i përgatitur se pra dalim te pyetja që the që jam në brendi sepse më intereson, pra jam tema që unë ndjek edhe është pjesë e bashkëbisedimeve tona si familjare, si shoqërore. Mos them që edhe një pjesë të presidentëve të klubeve kam njohje personale, madje edhe misi mund të them, por që jam në brendi, po nëse doni mund të hapim si temë gjatë bashkëbisedimit. Se ka ndodhur kjo. Kam një pyetje kam për ty dhe kam për shumë njerëz, që unë i quaj spërdashës dhe tifozë intelektual, që janë shumë. Këta njerëz shohin ndeshjen televizor. Edhe kur nuk e jep TVSH-ja, blejnë kartën e digjitalbit. Lexojnë, mundohen të lexonin për ditë gazetën. Lexojnë për ditë lajme për ekipin e zemrës dhe jo vetëm. Diskutojnë në për ambiente për këtë gjë. Stadium nuk shkojnë. Si e shpjegon? Se ti jeton 24 orë me atë. Pse stadiumi ju ka ikur juve, se juve si keni ikur stadiumit? E kupton besoj kontekstin e kësaj gjë? Shiko, unë e kuptoj shumë mirë. Po qëse ti për shembull nuk merresh më fare me ekipin, unë e kuptoj, po ti jetosh gjithë. A e ke vënë re që sepse po bëj një intro shumë të shkurtër nëse më lejon. Për shkak të profesionit, për ardhes familjare, pa shumë faktorë, unë kam njohje në Shqipëri nuk diskutohet, çdo qytet të mundshëm, po dhe jashtë treve, njohje personale, më misi personale. Po kam misi dhe me tifoz të Partizanit, me tifoz Dinamos, me tifoz Durrësit, gjithandaj diskutohen me këtë patjetër, kur takohesh, ku pi një kafe, pa diskutim që jam pjesë të bisedave. Në përgjithësi, nuk e jam i sigurt që mund të ketë rastisur dhe ty, gjithë shprehin këtë që i ka ikë lezeti. E vëre që e shprehin. Po për stadiumin pra se i shohin ndeshje. Tani ka edhe diçka. Kjo fillon, unë mendoj, qytet formula e kampionatit, unë mendoj që është e gabuar, mendimin personal. Unë po të isha
presidenti i federatës, në një botë ideale, si do ta shikoja unë, flasim. A kena mretin. Po, gjithsesi. Por, unë do kisha vepruar kështu. Gjithë ekipet me tradit, do ta kisha bërë me 16 skuadra. Super League. Po. Literally. Patjetër. Siç është Serie A. Luaj vajtë ardhi, ka tek neshi. Tani, shikon, ne atyre, parat hikin e vinë. Se tash është kështu pak edhe në biznes futboll. E drejtë. Por tradita as nuk blihet, as nuk shihet. E vërtetësh. Tradit ka Tomori Beratët. Apollonia Fierit. Ka Besa Kavajës, Apollonia Fierit. Lushnja, pa diskutim. Luftëtari. Pa diskutim. Luftëtari Gjirokastrës. Ka Beslidhja Lezhës. Ti e pe kurrë flamurtarin superiore ushtun direkt 4-5 me vetë. Patjetër. E dha direkt që është vend fundit, dhe dha direkt efektin. Pra imagjinot të kishte rezultate më të mira, që inshallah i ka, se është ekip një nga kënaqësitë që unë kam pas. Tirana Vlora, klasike, Tirana Vllaznia, Tirana Vlora. Tan klasiket e futbollit shqiptar, duhet me e pranu tani. A kupton? Se ne jemi fiksuar vetëm te derbi, nuk është vetëm derbi. Përkundrazi, Tirana Durrësi vitet 90 ka qenë. Dhe kam një kujtim shumë të rrallë, me që ma kujtove tash. Unë jam një për Vlorë, sepse tezja ime, kuptohet që në atë kohë, në klasë njifet me bashkërtin Glonjat, agrone dhe është e martua atë, kuptohet, kam kushuri, kam gjithë. Dhe unë bile kam pas fatin të njoh Vlorën e para 90-ës. Originalin fare. E di si tani, sepse kalonin verën të tezja. Edhe unë një për Vlorë. Bravo, exakt. Tani, nga ana tjetër jam nip në Shkodër sepse gjyshja nga mami shkodrane era më të pas, pra kemi dhe lidhje familjare. Po Superligën kollektiv. Se këtu do dal, pra, domthonë jemi në kontakt me njerëzit. Dhe këto biseda ndodhin, sepse sporti është i rëndësishëm dhe futbolli sidomos për njerëzit. Pra, jam personi mirë informuar se ç'a ndodh. Edhe për shkak lidhjeve familjare. Kështu që është ideja e përgjithshme që flitet, është i ka ikë lezeti dhe janë arsyet që të numrova. Dhe janë arsye reale. Pra ti nuk ke më shumë ekipe që janë me tradit, nuk mahet mend kur ka qenë hera fundit që janë përballë me Tiranën, me Vllaznin, me këto ekipet që të kishte vazhduar ajo tradita siç ka qenë dikur pra. A kupton? Dhe detyrimisht njerëzit fillojnë ftohen. Ajo patjetër është një nga arsyet kryesore, sipas mendimit ka dhe arsye tjera. Po, unë besoj që janë ca komponentë që ose e ndihmojnë spektatorin të vinë në stadium ose e largojnë. Siç janë për shembull oraret e ndeshjeve, infrastruktura. Pati ca vite që këtu u bën një paçavurme me oraret. Pra, kishte ndeshje të rëndësishme që jepeshin të hënën, luheshin të hënën, akoma pa mbaru orari zyrtar i punës, pra ishte pamundur që njerëzit të shkonin në stadium. Kështu që gjërat të cilat po t'i shohim shumë në Premier League, në ligë e tjerë nuk janë pa konceptueshme. Dihet që është shtuna e diela, ndonjëherë dhe hëna, në ndonjë rast, në darkë. Këtu ka stadiume për shumë ku ti do të bësh një lojë të bukur me drita, nuk ka drita, kështu që të digjet dhe ky opsion. Pra infrastruktura bashkë me këto vendimet e tjera në lidhje me orareve, mendoj që e kanë larguar deri diku. Në kohën e komunizmit, sistemi atëherë e zgjidhte këtë, kështu vino e zgjidhte këtë çështje. Si që tha Rubini për çështjen e traditës. Kategori superiore i fuste vetëm qytetet që kishin stadiume të mirëfillta. Pra, edhe nëse Laçi, shumë interesante, Kruja, e shumë tjera, fitonin kategorinë e parë, nuk shkojnë në licencimi. Po, ai e bënte vetë, ai vendose vetë ku është stadiumi, ku është fusha. Pra nuk të linte fare, pra Laçi, Kruja dhe këto pa i ofenduar, nuk kishin shans vinë superiore. Fushë sportive thoshte ai, fusha sportive e qinit dhe stadiumit, dhe që të vinë superiore duhet kishe stadium. Dhe kjo puna e licencimit unë kam diskutuar fakt gjithmonë që do ishte mirë që të ketë një kriter licencimit për afër, pra, se tash kampionati jon luhet me gjithë respektin që kam ata do bënin stadium të ri dhe në Ballsh, luhet dhe në Albania. Nuk mund të ketë brenda një aktiviteti kaq shumë disnivel, do të thonë, okay, mund të jetë stadium i madh më i vogël, por kushtet duhet të jenë njësoj. Por po dalim nga tema dhe unë nuk dua të dalim nga tema sepse ne flasim për biznes dhe futboll. Dhe e diskutoj shpesh me Vinin, ke vënë një rrjet voleybolli apo ka qenë gjithmonë në voleyboll? Jo, e kam vënë sepse tani e kam mundësinë ta bëj. Nuk ka më çadra plazhi dhe e kuptova. Po baj radhë gjatë për të luajtur. Në fundjavë kishte. Kishte? Po. A mund të ndërtohet një biznes rreth futbollit edhe pa qenë direkt involvuar tek ai?
Patjetër që njerë ky podcast këtu është në vetë një biznes. Shpresoj. Ku futbolli është brenda, dhe patjetër që pretendohet monetizohet. Por ne na van pasionet. Patjetër që ka shërbime që mund të jepen në mënyrë private, kurse të ndryshme apo nuk e di, fanella, aksesor të futbollit e tjerë që ti mund shumë mirë nëse i marketon në mënyrën e duhur, mund t'i kthesh në një biznes. Është më vështirë të jenë fitimpur se si në vendet të tjera ku njerëzit e kanë pasionin për futbollin në vende shumë të ngushtë, po mund bëhet. Pse jo? Ai mendon të vinë fantazia klubeve tona për të bërë biznes rreth rrotull, sepse për shembull, ti nuk e di, po 20% e futbollistëve sot gjithë botën përdorin lente apo jo? Është e vërtetë. Është e vërtetë përdorin litër lente, domethënë çukon e David si të brapa. Unë shikoj për Rauli ishte lente, Bogdani mbante lente, binte lente, pra ato nuk besoj që kanë ardhur në te klinika jote për të krijuar. Janë të pamjet që i bie lentja dhe mjeku sportiv mundohet t'ia vendosë. T'ia vendosi. Në fushë, patjetër. Po, a mungon pak fantazia për ta futur. Natyrisht mbajnë rezervë se tash futemi te zanati me tram tok nuk mund ta vesh më në sy. Mbaroj, pa imagjinuar përdorimshe. Ajo flakët se është e kontaminuar, po që mundohet t'ia vendosi, është pamjet janë që i kemi parë. Në real estate mund të lidhen klubet. Klubet janë të detyruara të lidhen, sepse kanë lojtarët që kanë me qiratë, nuk është frizojnë fare të gjën. E kupton që unë tani s'jam personi adat për t'i gjykuar, por për Ciktas, si e shikoj unë nga jashtë, unë mendoj që për ta lidhur me atë fantazinë që ti thua, dhe këtu do doja ta shtroj edhe për diskutim, mendoj që ju mungon shumë, sepse nëse për gjenerim me partnerë. Për mendimin tim si periferik në këtë fushë, stadiumet vuajnë sepse mungon një atmosferë festive brenda tyre kur luhet një ndeshje. Pra, unë nuk mendoj që stadiumi duhet të tërheqë vetëm tifozë të zjarrt si puna juaj, por duhet të tërheqë edhe mua, dhe mua më tërheq vetëm duke kthyer në një atmosferë festive. Atmosfera festive sjell pastaj këtë që ta Albana sjell të biznesin e mundshëm, qoftë me koncerte të vogla, mirë koncerte, qoftë me shitje fanellash, brendime, ka pas tentativa, por sidomos në për derbi, nuk janë shumë të... Tani, a kthehet një ndeshje në një derbi të qyteti europian në fest? Po vërtet që kthehet, derisa tërheqet turistë që po shkojnë në X vend për parë të kanë ndeshje. Tu tek ne mos pretendojmë këto gjëra që na vinë turistë nga Gjermania, po të paktën brenda Tiranës për shembull. S'kemi Gjermaninë. Më lejon të shtoj një arsye tjetër që gjitha juaja e kam përjetuar vetë personalisht. Për shembull, si mund të kemë dëshirë që të shkoj në stadium dhe të ndjek ekipin e zemrës kur jo më lart se para 2-3 vitesh, te e pranojnë dhe tifozët kundërshtar, se tash kemi miqe shumë gjithë ne. Nuk diskutohet se Shqipëria ka qesh. Pra, skandali, që jo, po them një realitet, edhe do ta faktoj pse, që është realitet. Skandali ka qenë për masave të tilla sa që arbitri, filma sa ndeshje nuk ka arbitruar më jetën e vet. Kalon arbitrinë. Sa Champions League i ka dhënë arbitrat Real Madridit dhe futbolli për apo flasim për kampionatin ton pra. Domethënë, skandali është hashiqare fare. Është duk arbitri nga arbitrimi. Mungesa besimit thua ti. Ore ka qenë hap tas fare. Gjysma e kupave të botës se marr me arbitra më. Hap tas fare. Tani logjikisht ti si tifoz a zgënjesh pa thuar këtu bleka ushiska? Përkundrazi, provokohesh më shumë për të shkuar sepse s'ta ka fal skuadra. Dakor, ore, prap kemi shkuar, nuk po them gjë më por. Shiko. Un po t'jap një argument. Pra, opinioni i përgjithshëm që mbizotron këtu si njëri që jam në kontakt edhe me qytete të tjera, kështu që ta thash pak më parë. Është këtu Bindallavere. Është që këtu. Po, e vërtetë. Kot sa shkon thon njerëzit. Pra, e para thon ka ikë lezete, është absolute, ta garantoj. E dyta thoni ka ikë lezete se është e shitme, është e blerë. Edhe çfarë thon shqiptarët? Shqiptarët pasi e votojnë me të dyja duart e Tiranës, thotë bleu më buzëti. Pasi shkojnë e votojnë vetë. Kjo është puna e futbollit. Mos mos ta futani në politikë në të gjëra, po ndoja të rinë të biznesi dhe ajo që unë parashtrova kishte të bënte me këtë, biznesi dhe futbolli, apo komercializohet futbolli. Apo e maksimizojnë klubet të gjitha. Kush është gabim? Po e maksimizojnë. Shumë drejt ke qenë. Si mendoni? Kush është ajo ku duhet dalu pas asaj që the ti? Klubi i Tiranës, marrim klubin e Tiranës, ka tifoz pretendohet nga një sondazh që ka bërë 100.000 vet. 100.000 vet, domethënë 100.000 vet janë të deklaruar. Jo, nga njohuri personale të mia, se këto janë hyn te fusha kuriozitete, mund të jetë kuriozitet edhe për njerëz më ligju. Njoh personalisht qytete në përrethë, tifoz, në përrethë.
Madje ka nga trevat, unë fitoren 5-1 kundra Partizanit, e kam pa ka për ka me një tifos të çmend të Tiranës nga Struga. Që unë e kam dhe shok. Vin nga Kosova, vin dhe nga është shumë më i gjerë si... E di, po si bëhet lidhe me biznesin? Drejtuesit e klubit duhet keni një databazë të bizneseve, aksionerët e së cilëve dhe administratorët e së cilëve, po dhe drejtuesit e cilëve janë tifos Tiranës. Si Uelli, Rubini duhet këtë pothuajse gjithmonë një ftesë familjarisht në stadion. A kupton sepse ka është tifos 194, është çuni flamur topit, është nipi Bamir topit. Që të thecaman pra punë. Po. Dhe duhet jetë vetë 10. Do ta paguaj biletin ai. Po ti e josh e fton në stadium te tribuna VIP. E të vini që ka hotel letër, ka filluar të bëjë rooftopin. Pra kshu afrohen njerëz në stadium. Dhe kjo duket e vështirë vitin e parë, po vitin e parë, vitin e dytë, vitin e tretë, vitin e katërt, ti krijon një komunitet njerëzish cilësor. Dhe nuk futesh në stadium dhe shef nga 7 hora që në përgjithësi janë miqt, shoferat dhe niprit e presidentëve, dhe nuk shef edhe 200 kalamaj që shen nga rrobat nga motra shetin përpara. Se nëse stadiumi mbushet me njerëz të tillë, është thjesht para database. Gjithë tifozët e bizneseve janë tifozë sporti. Albana me shoqën e vet, me Niki ka. Niki ftohej më bën stadium çfarë. Një punim serioz i tillë nuk është bërë, është e vërtetë. Me stadium për asnjë ekip. Pas një ekip. Mund të jemi gabum, po përpiqet pak Armando te kombëtare, Armando ka kollaj se kombëtare është tërë në vit dhe vin gjithsesi. Tani kjo gjë kështu duhet bërë. Ata janë të pandijshëm fare ndaj kësaj gjës. Çmimi biletave 10.000 lekë, 7.000 lekë, €2 i soi çmimi biletave. Aty, shko blejtë stadiumet se në Master Masi, erdhën 2 veta. I mungon kjo fryma, pra, kjo është frym. Kjo quhet në frym. Tani ti thua që për shkak të kësaj mungese, si shembull, prandaj ti Rubin nuk i blen 10 abonime në stadium, në zëm. Po edhe për këtë. Me këdoria, me këdori Rubini. Nuk është se ka pas në Rubini shkëlqen, aty po flasin. Por mund të rënditet dhe kjo si arsye. Nuk është se e përjashtojmë, por unë jam i bindur. Ti vesh gishtin vetëm një arsye, të kjo temë, kjo është temë kaq e rëndësishme, kaq themelore dhe kaq e gjerë, saqë nuk i vet do të gishtin është thuash është vetëm kjo. Robin, do të themi një gjëra të vërteta, ne kemi shkuar në stadium nga vitet 92-93 deri vitet 98-99, një periudhë që shkojshim shpesh, kur ishim. E vërtet, gati të rregull çdo javë, po. Shqipëria atëherë ishte më e pacivilizuar se sot. Ishte më e vështirë se sot. Por për Zotin, sharje që janë bërë në këto 10 vitet e fundit, të tilla nuk ka pas atëre. Ka pas një moment që stadiumi shante, albitrin, kështu, po tifozët e Tiranës kështu kanë bukura më burë. Shumë e vërtet. Madje ka qenë disa vite rresht, ju e mban mend shumë. Përveç këngëve që shqueshin tifozët tonë që i kanë pas historike, madje këngët e dasmash madje. Është rasti rrallë, shkonin me instrumenta muzikore në stadium që mban një ritmin. Tifozët e Tiranës krahasohen me të përveç daulës, përveç boriçu, pa instrument real. A mundet të japi shembull shumë ekstrem që e nisa pak më parë por kalu nga tema në temë. Shiko, unë kam parë me Ti Madh dhe me vllajin ndeshje Framurtari Tirana në Vlorë në 98-ën. Pak muaj mas 97-ës, që dije si ka qenë situata. Po nuk bëhe fjalë, okej, dakord, unë... Tani që provokoni çikollata. Po jo, okej, na njihshim, na kanë mirëprit gjithmonë, një farë mënyrë është këmë si shpiton, a është gjë tjetër. Po flas, me që e more shumë konkret krahasime, do të jap shembullin konkret. Po nuk bëhe fjalë, po. A kupton? Nuk shkëshim ishim 7. Është bërë shumë më keq, ke shumë drejt. Ke shumë drejt. 7 shan stadium do, me shajt. Ke shumë drejt. Nuk shani më burr. Sot është bërë një tjetër modë. I marrin kalamaj stadium dhe sot ke drejt tonë 10 minuta të shash, ajo është e mëshme. Tonë 10 minuta shaj, mos e vrit menin. Në shtëpi jo këtu, pra e konceptojnë stadiumin si një vend ku i çon çunat përgjithësi. Për shprirje. Po ke pa dhe gocat të vogla që shan stadium apo se mamen. Mbajmë patjetër. Prandaj si çoj gocat e mia, po unë do të kuptoj vërtet se po dalim në një temë komplet tjetër. Do të kuptoj vërtet që kjo fryma që thua ti duhet ta mbaj tifozin jashtë stadionit. Një tifoz që është tifoz pavarësisht se ka defekte, ka çalesa, ka duhet ta mbaj jashtë tifozin se atëherë i bi. Po vino, është për tifozi zjarr. Ja ta them unë. Tifoz që nuk që dorëzohet. Po vino si puna është krahasimi nuk është banal, po është si puna lokale. Do të jap një shembull. Unë kam pasur te checkpointi për shembull. Më përpara. Edhe ti besoj për kohë, çfarë si ka. Ndryshon menaxhimi. Ndryshon
muzika. Jo, merr shembullin e Capriccio's që u mbyll fare. Capriccio u mbyll fare. Që ishin mbi populluar nga njerëzit e sportit edhe të kërcimit, baletit, ato e mbanin. Ato e mbanin. Njerëzit në stadium mbajnë njëri tjetrin, sepse Rubini ku shkonte atëherë në stadium, ishte i gjergj, ishte vini, ishte abandonat. Sot futet te tribuna kryesore, nuk njeh njeri. Kthe kokën anë nga cepi, ata tigrat e vegjël. Shkon një herë, shkon dy herë, pastaj pse do shkojmë më? Dakor, dhe unë e kuptoj këtë gjë që kjo nuk vjen nuk ka ndjesi përkatësie, sepse aty shkojmë gjithë në subkonsciencë me idenë që ti përkasim diçkaje, dhe nëse njerëzit që kanë gjitur janë kaq të ndryshëm nga ti e humbet edhe atë ndjesinë e përkatësisë. Po në rastin me që thatë Capriccio, më fal Rubin nga tjerë. Se do japi shembull konkret, po maseje. Çfarë ndryshoi? Nuk ndryshuan njerëzit pra. Juve vazhdoni të veni te Capriccio. Po ndryshoj, si thua, drejtimi i një vendi, i një kështu. A mos duhet të ndryshoj dhe këtu diçka në drejtim nga pikpamja klubeve që ju vetë vazhdoni të shkoni që të rrisni cilësinë ose të mbani cilësinë që ka qenë dikur në 98, 99, 2000, ku diun se çfarë. Unë nuk them që do ta zgjidhim në këtë bisedë, po si mendoni juve? Ndryshon edhe fakti që bizneset nuk adaptohen. Dhe në momentin që klienti yt ka ardhur tek ti moshën 15 vjeçare, ti duhet, kur klienti shkon 30 vjeç, kërkon të tjera gjëra dhe ti duhet të adaptohesh me nevojat e klientit dhe me shijet e tij që kanë ndryshuar. Edhe në sport duhet të adaptohen klubet me gjenerata, sepse janë të ndryshme. Tani ti do të shkosh afër gjeneratës Z, nëpërmjet TikTokut, do t'i shkosh nëpërmjet shortsave, reelsave, nuk do t'i shkosh më me kronikat e RTS-ja, te topi e tjerë. Po. Kështu që ka përqasja është si ajo, si Nokia, kur Nokia falimentoi, tha CEO, nuk kemi bërë asgjë gabim, por thjesht nuk ishim inovativ. Po, kështu që mungon inovacioni në mënyrën e marketingut. Është një cikël natyral, do t'ju humbasim juve Rubin, se do t'i shërbejmë duhet të bësh gati ndërkohë zëvendësimin. Nuk e ke bërë gati. A mund t'jap një shembull vazhdim të kësaj që sapo the, po pak edhe në aspektin ndoshta pejorativ. Ka dhe një diçka në rrjedhë edhe të asaj që tha Gjergji pak më parë dhe kësaj që sapo thatë. Mentaliteti ultras ka ndryshu këto 10-15 vitet e fundit në Shqipëri, shumë. Pra, ato vite që ti përmende pak më përpara, që është shumë e vërtetë, se bashkë kemi qenë stadium me qindra herë, ne ishim mësuar nga koha e komunizmit që tifozit rishin bashkë tek i njëjti vend, një feshin e kështu, nuk kishte maksimumin e një ngacmimi vogël kur humshe apo kështu, nuk është se kishte diçka. Por tash ka ndryshuar shumë. Pra, më shumë mentaliteti ultras është bërë si disa vende lindore apo kështu që është më shumë në sensin e provokimit, në sensin e përplasjes fizike. Kështu, pra, logjikisht ambienti familjar mund stepet pak. Është vërtet, unë përjetoj edhe vetë personalisht të gjë, patjetër. Eksakt. Pra, domethënë, konkretisht me këtë shall që shikon këtu, original, ky që e kam si tip shalli facielës. Unë kam qenë para shumë vitesh në Shkodër me shall dhe jam ngrihet, kam qenë në tribunë kur ka shënuar gol ekipi im. Edhe maksimumi që shkodranët njihen për qytetarie tolerante, që janë qytetarë janë fantastik. Maksimumi ulu martamasha, kaq. A kupton? Pra, po shiko, kjo tash ka ndryshuar shumë. Sepse tifozërit tash i pëlqejnë që të provokojnë njëri tjetrin. Kjo nxit konflikt, nxit sharje. Është shumë e drejtë ajo që sapo thej, pra rrin tash mosha i gjitha i kanë rrjetet sociale. Po rrjetet sociale i pjesë mirë fillojnë të ofendojnë njëri tjetrin. Pra kjo nxit një lloj urrëtie pa shkon stadium. Një klimë urrëtie, në fakt. Kështu që ka ndryshuar. Po nuk i shmangim dot. Tani ka ndryshuar koha. Kush duhet të jetë rregullatori kësaj gjë? Individët, secili nuk e bëjnë dot, sepse unë mendoj që një departament i mirë i marrëdhënieve me publikun në tërësi, në klube si Tirana, Partizani, po pse edhe në Vlorë, Shkodër, Durrës, Elbasan e tjerë, jo e mush stadiumin, po e mush me cilësi. Unë kam shumë miq për shembull që janë korporatat. Klubi Tiranës, klubi Partizani nuk futet fare nëpër korporata. Korporata punojnë qindra njerëz nëpër banka. Nuk krijon marrëdhënie më fare. Se njëri krijon dhe marrëdhënie. E merr CEO-n e Vodafonit, e ul tribun, e qe rast, nesër jep një reklam. Çon se kam edhe po nuk ka reklam, është quhet PR kjo gjë. Kjo gjë nuk ekziston fare. Ta shohësh atë tribunat VIP. Kjo nuk ekziston. Bajnë ca çanta që i vejnë këtu. Gjëgjë sepse para 99% e presidentave tan nuk janë në këtë nivel
As nuk duan ta delegojnë këtë nivel, se mund ta delegosh të drejtuesit. Si që thënë ti është vetë. Absolutisht, po kanë preferu që vizionin për gjë që ta kenë vetë. Dhe nuk imagjino tani presidentin e Laçit që takon CEO-n e Vodafonit. Janë shumë larg. Tani kemi pjesa fundit, bëjmë të pjesën invers, pra, nëse ju nuk do ishit ta qeni. Me që e lanë tu, të Rubin. Nëse do ishe president, me që se u do t'i mshoj kësaj të klubeve. President Tiranës. Nëse do ishe president Tiranës, çfarë vizioni do t'kishe ti për klub? Shiko, së pari... Flitë si president? Jo, pa tjetër, po do t'a bëj një sqarim vogël. Do t'a bëj një sqarim vogël. Refika Lili, për hir të vërtetës, me aq sa e njoh unë vetë dhe me aq sa kam ligjuar të tjerë, ka sakrifikuar shumë dhe ka shkri një pjesë të mirë të pasurisë familjare për klubin. Por, a ka gjëra për korrigjuar? Patjetër që po. Pa diskutim. Pa diskutim. Dhe në këtë moment që ne po flasim, dhe është realiteti, nuk ka rëndësia i njohur personalisht, s'ka rëndësi fare. Si ishte qëllimi? Është i kontestuar nga tifozeria madje prej kohësh. Edhe aktualisht janë rezultatet e dobta. Por nga ana tjetër, a di sa e vështirë është me i dhënë përgjigje kësaj pyetje në realitetin shqiptar? Robin. Pra unë ja qaj hangën, unë që e njoh realitetin e futbollit tu, ja qaj hangën, nuk është kollaj të president, sidomos presidenti një klubi si Tirana që ka presion jashtëzakonisht madh. Fito pra. Jam dakord, aty do dalë. Kjo ishte thjesht Tirana, një intro që t'ja përgjigje. Ajaxi, Bayerni. Jam dakord pra. Fito. Pra, s'ke asnjë alternativë tjetër. Pra, me qenë president, me që mu drejtove drejt për drejt, nuk është aq e thjeshtë sa duket në letër. Sepse ke presion shumë të madh. Ato 100-200.000 sa mund të jetë ato i ke kështu. Pyetja ishte tjetër kohë. Tani, ja do përgjigjem konkretisht. Do përgjigjem konkretisht. Star, ç'a modeli ke ti? Do përgjigjem konkretisht. Tani, me sa kam unë informacion, borxhet shumica janë mbyll, por nuk janë mbyll gjitha. Së pari do mbyllsha borxhet. Gjëja parë që do bëj. Besoj kjo është shumë korrekte. Pa. Apo jo. Po s'mbyllë borxhet nuk mund të shohësh përpara në mënyrë të lirë, pa në mënyrë të qetë, faktën. E para. Pse e nis me strese detyrën e presidentit? Një sekond. Apo flasim konkretisht. Zërse jenë rregull. Apo flasim konkretisht. Apo flasim konkretisht. Rito na fal. Rubini s'do bëhet kur po fare me as. Jo, se Riti ka paranoja. Rito na fal, Rubini nuk do bëhet. Asnjë ekip në botë nuk mund punoj qef dhe të shofi përpara pa shlyr borxhet. Shumica dërmuese, 90% më shumë mund të jenë shlyr, me sa kam informacion, po ka akoma pa shlyr. Para gjë që do bëja, ma vek të detyrë sot. Një biznesmen nuk e ka asnjëherë hallin të borxhet. Madje është i prirur të marrë gjithmonë borxh. Jo, ndryshe ju vetë motivim. Flasim detyrime ka si x apo futbollistë. Borxhe për të zhvilluar. Shiko, se ka pas duhet të dish diçka, unë që jam i informuar, ka pas shumë borxhe të trashëguara. Po, sigurisht. Dhe nuk ka qenë lehtë. Mos i ka i thënë, mos i ka i thënë. Jo, patjetër. Po dhe që kam informacion po them. Jo, ti vetë do t'i jepja një rëndësi absolute akademisë. Okej. Prodhim. Absolute akademisë. Fidanishta historike që ka pas Tirana. Lojtarët më të mëdhenj që ka pas Tirana nuk kanë dalë. Kush ka pas fidanishte në Shqipëri? Historikisht. Rubin. Tirana, Flamurtari, Vllaznia. Rubin. Ekipet klasike. Rubin. Edhe klubet e tjera të mëdha. Klubet e mëdha. Edhe klubet e tjera të mëdha. Klubet e mëdha marrin lojtarët më të mirë që qarkullojnë. Po mirë më lërë. Ajax, Barcelona. Jo, për mendimin tim unë jam dakord me këtë. Edhe Reali ka akademi, edhe Barcelona ka akademi. Edhe Barcelona dhe Reali ka akademi, por nuk fokusohen te akademia. Pyetja është çfarë modeli ke vëlla? Ke modelin Florentino Perez? Po pra, vizioni jote është akademia. Dhe kjo tash nuk është një me që jemi në rolin e presidentit, më shumë po t'isha unë rolin e presidentit FSHF-s do ishte pyetja me këtë që do them tani. Por është jashtëzakonisht e dëmshme në gjykimin tim. Mos përdor fjalën kriminale. Ka shi brezi i ri që po rritet tu, që ti mos vesh limit për lojtarët e huaj. Okej. Pash një intervistë të Redi Jupit, tha unë i numrova, në neshën Flamurtari Partizani, 25 veta ishin tuaj, thëmë. Po shumë mirë. Pse të kemi 25 kamarë nga Pakistani, dhe mos kena 25 lojtarë nga Pakistani. Nga halli kemi nga Pakistani. Nga halli kemi nga futbolli. Si shumë mirë, po akademia më. Zotri,
Të rit, ku do shkojnë? Dëgjoj. Që në momentin pra, futbollin e duhet masivizim është ajo që folën përpara, pra që qytetet i kanë lënë më njanë komplet që i kanë harru, këto që kanë pas tradit, është gjuna. A ndodhi në ngolem, ku e ke sot besën e Kavajës? Do bëj sponsor të ekipit. Te Uta bashkë me Hoteletër. Ja, po ballë kemi Durrësin. Te Uta bashkë me ekipin të dyja për trëna kategoria, për pak. A kupton pra situatën? Pra, shiko, ku do luajnë këta të ri më burr? Ore, pse nuk duhet të ketë limit për tuajt? Unë nuk jam dakord me këtë. Ti je vetë futbollin vendas. Robin, ne nga njëra anë duam që të futemi në skenat e mëdha të futbollit evropian, siç ka bërë kampioni e Bullgarisë, kampioni e Kipros, kampioni e Moldavisë, po flas për lindjen, dhe nga ana tjetër kemi akoma këto tezat e planifikimit që ta vendos ti. Prit. Presidenti i Federatës nuk është askushi që të më thotë mu që unë kam kompani private, me qa komësi lojtarësh për në fush. Se këtë punë e ka zgjidhur prit. Jo. Po më ka. Jo, pa eksa komentar vetëm. Interi doli kampion italian pas një italian. Kjo punë e ka zgjidhur ligji Bosman 94. Ne shpikim teorira. Të gjithë jemi qytetarë të lirë të botës. Biznes vlla. Leao nga Portugalia, me iglitare nga Shqipëria, me atë të jemë më kështu. Unë kam menim tjetër nga ty për këtë. Nuk vi dakord me ty. Po kush do më japi lekët mua? Kur të mbas. Ti vej një limit. Dhe futë edhe atë talentin e ri të akademisë. Po do ta fus po pata unë dëshirë. Po futë që ta zhvillosh më burr. Po nuk ka futur. Si se do Dinamo Zagrebin më. Po nuk e fut me detyrim. Që e zhvillon talentin e vet. E fut nga koncepti. Dhe pastaj e tregton, me që do më e kthy biznes. Po nuk e fut me detyrim. Vizion me këta njerëz. Na lër mor zotrit. Shpreh vizion. Albana, ta mbyllim Albanën. Kjo muhabet nuk mbaron kurrë. Albana Bejko, drejtoreshe përgjithshme e Supersportit. Çfarë themu? Ti jap të drejtë plotësisht. Albana, aty te biznesi vetë s'ta mund mos e merr më valla kë për shembull një ruse. Ku do më marr një okulista ruse valla? Do më paguaj prit ta marroj $10,000, sepse okulistja do prodhoj 1.000 klient. Ja, do okulista shqiptar. Futet shqiptarën aty. Cilësia rritet duke hap tregun. Nëse unë do të bëjmë ekip konkurrues, shkojnë kupat e Europës, si shkon Karabaku, tash po le mos hapim temë, e bëjmë një temë tjetër. Ka dhe impakt social futbolli. Me lehtëmia, do impaktojë ju të gjithë. Po ka paguar ju. Vetëm çështë lekë sa është një mirë publike tash i flas. Apo El Nikosia, kampioni i Kipros, apo fiton lekë nga tifozëria që është ngrit nga tradita. Shikoj nga Afrika me Tiranën, mos s'kam për të bërë kurrë tifoz. Por me Realin pse shef nga Afrika? Me Realin, pse nuk shef? Po them për Tiranën. Albana Biko, drejtoreshe përgjithshme e Supersportit. Po, na futen sherr me Ylli Jagë. Pa Ylli është nish. Shiko, Supersporti ka pak gjëra ka Supersporti që nuk i ka bërë. Më thënë, nuk është se ka ngelur shumë për të shpikur. Supersporti ka pas kora tarta ku ka pasur content shumë të mirë, produksione shumë të mira. Do isha pro që të riktheheshin pjesa e produksionit të rikthehej, sepse tani për momentin nuk ka emisione për. Ti di arsyen? Po, unë e di arsyen, po them tani, nëse gjërat do ishin ideale edhe në aspektin financiar dhe gjithçka politikat e brendshme të kompanisë, unë mendoj që duhet të rikthehen emisionet, duhet të rikthehen investime për ato 2-3 kompeticione që janë shumë të rëndësishme dhe më të ndjekurat minimalisht shqiptarët e Serie A. Në Shqipëri dhe ndosha një lloj ndryshimi në aspektin e kanalit të lajmeve, të vini më shumë tek këto për të ardhur më afër ajo që po thoya të adaptohemi me tregun tek vlogs, domethënë të një reportazh apo një speciale që ka qenë më klasike deri të vinë në formën e një vlogu, pra gazetarit mos jetë më ai gazetari që do të përshëndetje jemi këtu por të jetë ai personi narrativ që të fton ty në një experience backstage apo kudo që do shkoj, që ty të bën të ndihesh më pranë. Kam tentuar ta bëj 10 vite më parë. A do e blej në podcastin tonë? Podcastin tuaj. Po ti je drejtoreshe e Supersportit. Pyetje geniale kjo. Brandja femër ma. Pyetje geniale kjo. Shumë konkrete si pyetje. Do ju lija të 6-ta dhe që të vinit të 10-ta. Të njishim gomar. Se Supersport njishim. Dhe Supersport 6-ta. Unë relativizova me nxënësit e 6-tës dhe 10-tës. Dhe mendova se ta për mund t'jap dy kështu të 6-ta dhe pastaj vetë do ngrihesh. Të fundit, do ta mbyllim këto me ty. Do kisha zgjidh dy gjërat e fundit.
po vetëm në vend Refik Alilit. Edhe jeri Problemi në 35% që ka bashkia. T'ja morësh pra? Ajo duhet zgjidh. Se si mund ta bëj publike që ta bjen njerëz, është një diçka, nuk e di. Ajo duhet zgjidh, se është një diçka pending që rrisi si pesh aty. Dhe duhet sqaruar detyrimet, pastaj nuk ka bitem. Dhe e fundit fare, me që Ridi pati fatin që të jetë pjesë e ndërtimeve që do bëhen tek stadiumi Salman Stërmasi, do isha tregu shumë inteligjent në menaxhimin e pjesës që i takon klubit tek ajo pronë. Me real estate. Po, fiks. Shumë faleminderit. Albana, faleminderit. Kishim në këtë minutazh. Për ne ishte kënaqësi e veçantë. Shpresoj që edhe për juve. Të vi shkoj mirave. Gjithashtu. Faleminderit. Faleminderit shumë.